Selam aleikum të gjithëve, paqja qoftë mbi ju, uroj të jeni mirë. U bëm disa kohë që nuk kemi bërë video, por sigurisht jeta e përditshme të merr të tërheq edhe nuk ke mundësi për të bërë disa gjëra, kështu që duhet i lësh dhe të bësh disa gjëra tjera. Por gjithsesi uroj të jeni mirë dhe sot doja të flisja në lidhje me diçka që lexova para pak kohësh, me një thënie të profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, që ka thënë në lidhje me kohën e Dajjalit. Vitet e Dajjalit, do të thënë ato që i paraprin deri në atë pjesën kur ai do të vi, do të jenë vite plot konfuzion dhe njeriu do të besojë gënjeshtarin dhe do të sulmoj ose më saktë nuk do të besoj atë që thot vërtetën, apo do të besoj atë që s'është i besueshëm dhe nuk do të besoj atë që është i besueshëm. Dhe në fakt, po të shohim realisht, sot shumë njerëz shfaqen në një mënyrë që nuk janë ato që janë. Shpesh kemi arritur në një periudhë që jemi duke parë një genocid live. Këto vite që po ndodh lufta dhe që ka ndodhur në Gaza, ajo që po ndodh me Libanin, do të thënë ajo që po ndodh me palestinezët në rrugët e Jeruzalemit, në rrugët e tjera të atij vendi që është sulmuar dhe po mbahet me forcë nga ata njerëz që nuk meritojnë të quhen as njerëz, por që e shohim qartë, ndoshta edhe e ndjejmë që diçka po ndodh dhe diçka është duke ndodhur që do na afrojë më shumë rreth viteve që vinë, viteve të Dajjalit, por jetojmë në një periudhë që jemi duke parë një nazizëm të dytë, jemi duke parë njerëz që digjen, fëmijë që vriten, nëna që shfarosen, dhunohen, përdhunohen. Jemi në një kohë që ajo çka nuk është normale, po normalizohet kryesisht dhe fatkeqësisht nga mediat. Kështu që ajo që neve na mbetet të bëjmë është të lutemi, sepse një musliman nuk ka frikë nga askush përveç Allahut, dhe ajo që na mbetet të bëjmë është të flasim ashtu siç na ka thënë